Tregjet financiare botërore janë goditur rënd nga tarifat doganore të paprecedenta të shpallura nga presidenti Donald Trump, të cilat kanë krijuar një pasiguri të madhe për investitorët global. Pritshmëritë për një luftë të madhe tregtare midis SBA-s dhe partnerëve të saj janë bërë gjithnjë më të forta, dhe këto friksime po e ndihmojnë rënjen e tregjeve të aksioneve dhe aseteve të tjera financiare. Ekspertët ekonomike janë të shqetësuar se këto tarifa do të kenë ndikim të gjerë në ekonominë globale, duke rritur inflacionin dhe duke ulur investimet. Sipas ekonomistëve, këto masa mund të ndikojnë gjithashtu negativisht në zinxhirët e furnizimit global, duke shkaktuar paqëndrueshmëri të mëtejshme dhe duke ngadalësuar zhvillimin ekonomik. Investitorët kanë filluar të shohin mundësinë e një recesioni global si një rrezik të realitetit, me përqindjen e mundësisë për një recesion që është rritur nga 40% në 60% që nga shpallja e tarifave doganore. Ky shqetësim është reflektuar në reagimet e bankave të mëdha, siç është JP Morgan, e cila ka ngritur alarmin për një rrezik në rritje të stagnimit ekonomik. Gjithashtu, banka gjermane Deutsche Bank paralajmëroi në një analizë të fundit se, nëse Trumpi vazhdon me politikat e tij tregtare, tarifa doganore të reja do të kenë ndikime të mëdha mbarbotërore në vitet dhe dekadat që vijnë, duke pasur pasoja për ekonomitë e vendeve të ndryshme, përfshirë ata në Azi dhe Europë. Azia është goditur më rënd, me disa vende si Vietnami, Tajvani dhe Indonezia që janë të detyruara të kërkojnë marrëveshje të reja tregtare me SBA-n për të shmangur ndikimet negative nga tarifat. Në këtë klim tensionuese, Kina ka shpallur masa hakmarrëse ndaj SBA-ve, duke vendosur tarifa shtesë prej 34% për mallat amerikane dhe duke kufizuar eksportet e disa mineraleve të rëndësishme për industrinë e teknologjisë së lartë dhe energjisë së pastër. Kjo lëvizje ka shtuar tensionet dhe ka shkaktuar shqetësim për mundësinë e përshkallëzimit të një lufte tregtare mes dy ekonomive më të mëdha në botë. Ndërkohë, analistët e tregjeve financiare janë të shqetësuar se ndikimi i këtyre tarifave mund të jetë më i thellë se sa mendoi fillimisht, duke rrezikuar rritjen e çmimeve dhe ndikimet në fuqinë blerëse të konsumatorëve global, si dhe në stabilitetin e bizneseve dhe kompanive ndërkombëtare.